Për të 4-ën vit radhës, dirigjenti i njohur kosovar Trimor Dhomi i ka dhuruar artëdashësve korçar një koncert a capella duke sjellë këngë të njohura jo vetëm nga qyteti i Serenatave, por edhe nga trevet të tjera shqipfolste. Edhe këtë herë, Dhomi ja ka dalë të ndërtojë një kor a capella me shumë zëra pavarësisht faktit se një pjesë e madhe e këngëtarëve ishin amatorë duke konfirmuar një nivel të lartë artistik dhe pasion që përcillet në çdo interpretim. Me vullnetin e tyre, me durimin mas pari, durimin që e kanë, edhe pasionin, zemrën për këngën, po ja dalim çdo edicion me partitura më të vështira e më të vështira. Me partitura të cilat edhe profesionistët hezitojnë gjithmonë, jo që janë kriju nga unë, po kushdo që i krijon partitura profesioniste të tilla, të këngëve popullore, po me një qasje të muzikës serioze, klasike, nuk është as pak e lehtë. Drejtoresha e teatrit Anton Zako Çajupi në Korçë, Zamira Kita, u shpreh se aktivitetet kulturore do të vijojnë pasi Korça tashmë është shndërruar në qytetin e festave. Sot ishte Arja e Korçës, kemi fituar një kor a capella shumë të mirë, por do të vazhdojmë me korin e të rinjve të shkollave të mesme, që do të jetë në datën 26, do të kemi korin Lira Nderi Kombit që do të jetë në datën 30, dhe nuk do lë pa përmendur një nga kryeveprat që ne mezi po e presim, një muzikal Katedralia që do të vijë në datat 28 dhe 29, dëshira e parë që ne tentojmë të bëjmë një muzikal në këtë skenë. Gjatë gjithë muajit dhjetor, bashkia ka organizuar një sër koncertesh dhe aktivitetesh festive në pazarin e vjetër, në pedonale dhe në ambientet e teatrit, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë për qytetarët dhe vizitorët.